Një incident I dhunshëm ka tronditur Lezhën gjatë mesditës së sotme ku Gëzim Doka, vëllai I ish-deputetit Arben Doka dhe djali I tij 20 vjeçar Kevin janë shpadhur në kërkim policor. Ngjarja ka ndodhur në një lokal të qytetit ku sipas policisë konflikti filloi për arsye të dobta dhe u përshkazua shpejt. Si pasojë e përleshjes, dy kushëri të familjes Gjergj dhe Nikolin Marku, të dy 41 vjeç, mbetën të plagosur. Ata me urëndimën e parë në spital dhe më pas u paraqitën në komisariatin e policisë së Lezhës, duke deklaruar se Gëzim dhe Kevin Doka ishin të armatosur dhe I kishin goditur me sende të forta, përfshirë qytën e një pistoleteje. Policia ka nisur hetimet intensive, duke sekuestruar pamjet nga kamera e sigurisë dhe duke mbledhur dëshmitë e dëshmitarëve në lokal. Nga hetimet paraprake dyshohet se palët kishin më pasur një konflikt të mëparshëm, ndërsa Doka I kishte paralajmëruar kushërit me fjalët mos ngrini zërin. Forcat e rendit po vijojnë kontrollet në qytet për të kapur dy të shpadhurit në kërkim, ndërsa hetimet synojnë të sqarojnë të gjitha rrethanet e ngjarjes dhe të vendosin mbi masat e mëtejshme ligjore ndaj personave të përfshirë.